deri në atë moment. Janë rrëfimet që i bajnë pas taksimit, të më thonë që rrëfimi për gabime personale. Është një çështje shumë e ndjeshme, dhe është diçka që priftat i lidh më një kusht jashtëzakonisht rënd. Se nuk ajo çka flitet aty me aty, edhe ndodhin për shembull ka pas raste që ka pas pretendime të mashtrimit, ka pas krime të rana, dhe aty prifti duhet të jetë edhe psikolog, edhe mjek, edhe shpirtëror, edhe prind. Për ata që vinë, se nuk janë, këtijat nuk janë këtë një natyre. Nëse ty të thotë ja kom vjetë filonit ka shpare, ti nuk mund më thonë në për të liroj për imkati, por e detyrën shko këtheja paret, se ki vjetë. Apo, kështu funksionon? Nuk mi afton vishë mi thonë. Apo nëse e ki vra dikon edhe nuk e din ligji civil, se shkoj e kërkohet vrasje. Në kod penal lironi ju nga përgjithësia për të raportu? Jo, e detyroj. Se unë e di kodin penal, liron gazetarit, priftrit dhe zhallarit që të... Dëgjoni me vëmendje. Unë e detyroj ato, ose kemi lajmëruar që e ki bën ti këtë vepër, ose po më detyron mua që unë ta them, a unë nuk i jap zgjidhje, nuk lirohet për imkatit, nuk kryhet të rrëfimi. Pa i bjen kjo që me ndal për rrëfimit dikon që ka bën më katse. Po, e kthen për rrëfimit. Ka shumë kena raste kur i kthejmë për rrëfimit. Kërkaj fali, Don Mikel, po i bjen me menu njeri 2-3 hera me ta kallëzu më katin ajo. Sigurisht, nëse ki bën krim, ose pranoj, ose... Jo, kena du të dallojmë to. Nëse ki bën një vepër, që unë përmbyll, nuk mund me ndryshu, ka tjetër qasje. Ose nëse ki bën një vepër, një krim, i ke shkaktu një dëm të madh dikujt, edhe ka met pezull, situata nuk u sharu, nuk dit, edhe ai vjen të ashtu, ai nuk mund marrë situas para Zotit me diçka që e bën një të keqe për cilën unë të vuj dikush. Jënë dy gjanë që du të mi dallu. Në më thonë, nëse supozojmë është vra njeri, nuk ditë kush e ka ban, këtë vjen të thotë, unë e ku ban, ti dush me detyru, shko pranoje, atëre i arfeu. Për në ishë rrëfimi nuk kryet. Edhe nëse nuk e tregon një obligum të mëllë në rrëfimi, nuk është i kryem, nëse për një afat saktum ti nuk deklaruar që e ke ma këtë vepër, është përgjithësia qytetare edhe njerëzore që duhet ta denoncosh një të keqe, edhe ta thosh, ta gjonsh formën më të mirë si ta... A dojë që në kadrë të ligjit për bashkësitë fetare të ketë një lloj të themi stimulim shoqëror që njerëzit sa më shumë të konsultohen, qoftë me priftin, qoftë me hoxhën, qoftë me psikologun. Të ketë ndonjë plan kombëtar. Dy kategori të bisedimeve. Rrëfimi është kategoria më e lartë. Rrëfimi është më tepër karakter shpirtëror, po janë biseda tjera që kanë të bëjnë në më gjanë, kanë karakter tjetër. Edhe ato trajtojnë pak më ndryshe. Një pyetje, mund të rrëfehet njeriu 2-3 herë në jetë, apo e ka vetëm një herë rrëfimin? Mujt. Ne kena 2 herë në vit rrëfime të organizuara. Do të vinë. Për Krishtlindje dhe për para Pashkëve, edhe gjatë vitit kur do që dikush nin vetën shqetësim, i ka ndodhur diçka në jetë, nuk e nin vetën mirë, bën rrëfimet. Jo, nuk ka kufizim. Kur e dallon, se këtë e kam pyet kompjuter, kur e dallon një prift